Përshëndetje dhe mirë se erdhën në një tjetër video këtu në kanalin tim. Siç e shikoni, sot jam veshur shumë verore sepse do shkojmë në një qytet që e kemi afër qytetit që jetojmë. Quhet Beilstein. Do t'ja u shkruaj poshtë, është një qytet shumë romantik, do thoja. Atëherë, përveç Beilstein, sot kemi edhe disa plane të tjera, siç janë duhet të shkojmë të shikojmë disa çfarë thon xhelozi? Roladën. Ato të dritarët që erësojnë. Dhe pastaj kemi për të bërë dhe shopping. Kemi dhe shumë gjëra të tjera për të bërë në qytet. Kështu që po ju marr me vete. Mami është gati. Sot jam shumë mirë. Kështu që le ta shfrytëzojmë diellin edhe humorin tim të mirë derisa mbase të më shtrëngoj barku dhe të më dhembi. Kështu që për momentin jemi super nice. Shkojmë në Beilstein me mua Wenxhin edhe me burrin tim Stefan që gjithmonë është vonë. Nuk jam unë ajo që bëhet vonë. E keni parasysh që gjithmonë presin burrat për gratë. Unë pres për burrin. Dëgjove? Të gjitha gjithmonë ti je më vonë se sa unë. Unë jam gjithmonë gati. Ups. Kur nisemi unë kujdesem, po thuaj se gjithmonë që të marrë një snacks me vete se nuk i diet rrugës. Më kaporia dhe snacksat janë patjetër fruta, kurse burri im po na çon rrobat poshtë, sepse lavatricën e kemi poshtë. Dhe pastaj me qenë se do ikim, mendezim që tani lavatricën edhe shikoni sa e bukur është dita jashtë. Kur është dita kështu jam shumë e lumtur zemër. Po, e di sa ngrohtë që është, nuk keni ide, sa bukur. Zemër, unë jam shumë mirë sot. Jam me shofer personal, shikoni, me shërbime ekstra. Ku do shkojmë sot? Në Beilstein. Beilstein. Po, sa keq që unë nuk pi dot verë, sepse Beilstein, si një pjesë shumë e madhe e pjesës së Moselit, është shumë i njohur për verat e mira. Po mua se marrim një verë për ty. Një verë për mua. Shikoni sa të bukur e kemi Gjermaninë. Kush na e shan që na thot që sa është e bukur, nuk e kuptoj. Shikoni qa ambienti, qa pemësh. Edhe babi im kur ishte në Gjermani i adoronte këto jeshillëqet kështu. Edhe sa kemi zemër, edhe 35 minuta që të shkojmë tek vendodhja. Dielli edhe koha është fantastike, shikoni drita si më bie në fytyrë. Edhe duket sikur jam ndonjë yll Hollywoodi. Jo për gjë, po më mori motra tani. E po më thoshte, ka motra yll, ka motra më të bukur, më kështu, e tani ndihem sikur jam vërtet në një yll. Apo jo? Sigurisht, zemër. Zemër, shikon sa bukur e kam bërë sot make-upin. Apo jo? Po. Edhe këtë buskuqi njerëz, do t'ja u tregoj edhe një kur të shkoj në shtëpi. Lapsat nuk ikin tër ditë dhe nuk bëhen si ato buskuqat kështu me të çara, të qëndrojnë në buzë. Edhe ishin vetëm nga 3 euro. Do t'ju tregoj sa të shkoj në shtëpi. Këtu rrugën e kemi fantastike midis pyjeve, midis jeshillëkut, po ja u kthej kamerën që të shikoni gjë më të bukur se sa ne. Ne jo se nuk jemi më të bukurit këtu, po ka dhe gjëra të tjera të bukura. O zemër me motor, shiko sa bukur. Të qanë zemra? Ha? Stefani e ka motorin te mekaniku, edhe akoma nuk është rregulluar se ka për të bërë ca servise. Dhe sot ishte dita edhe moti dhe temperatura perfekte për të ngarë motor në këto kthesat kaq të bukura me jeshillëk. Do vi dita jote zemër, s'ka problem. S'ka problem. Edhe pak, prit dhe pak, durim.
Sa po arritën, kemi edhe 1 minutë. Edhe Beilstein është një qytet shumë i vogël. Ka edhe një kështjellë atje sipër siç e shikoni. Do ta vizitojmë patjetër. Gjatë gjithë rrugës ka njerëz që ngasin bicikleta, ka njerëz që bëjnë siç e shikoni aty camping, është shumë bukur. Tani isha gjën parkim. Oh. Hoffentlich. Hajde Zema. Mirë se erdhët në Beilstein, në këtë vendin kaq të bukur dhe romantik. Ne kemi qenë një herë në dimër dhe edhe në dimër na ka pëlqyer ose e kemi imagjinuar sa bukur do ishte në verë. Kështu që le ta shikojmë bashkë, do shkojmë edhe te ishte do thaj në burg, ai në kala, o do ai në Schloss? Jo. Një burg, pra një kala, edhe do pim diçka, vase do ham diçka, do ta shikojmë çdo gjë spontanisht. Këtu jemi në fillim të vendit, qytetit dhe duket çdo gjë shumë e bukur. Ka kudo nga këto gjethet e rrushit që mbulojnë këto të tëra ndërtesat dhe ka restorante, bar, ka njerëz jashtë, është diell, është shumë bukur. Dhe u tregojmë sa të kemi mundësi sa më shumë. Patjetër që unë do marr dhe do bëj një foto aty. S'do më, kështu që ose më shiko Viking. Si që je ti në zemër. Sa bukur që qënë ka këtu, plot me bicikleta, plot me njerëz, shikoni. Dalëm vje. Këtu do futemi që të pim diçka. Qëto sa bukur. Jemi ullur në një bar restorant shumë të lezetshëm. Është komplet me tarac me gjethe rushi. Për t'ja u tregoj pak se si duket ja. Edhe ne jemi këtu në lumë. Qenë ka shumë bukur. Nuk e di, po sot jam shumë mirë. Po më nxore, po më dhe për të ngrënë, për të pirë, jam gjithmonë mirë. Begrüße. Unë mbarova birrën time pa alkool me shek. Ndalesa tjetër është një pikë e këtij qyteti që është pika ku bën ato fotot fantastike, ku ka edhe gjelbërime deri te një kish. Unë e bëra një video shumë të lezetshme tek ku është ky vendi këtu, shikoni, është një tavolinë aty shumë e bukur. Edhe do ngjitemi pasaj në kala. Njerëz, e kam thënë shumë herë në këtë video, po jam shumë mirë sot. Ndihem shumë e lumtur. Fal burrit tim që më solli këtu domethënë dhe ma dëgjovi sugjerimin. Faleminderit. Kështu duhet i keni burrat.
Shitemi rrugëve të vogla të Vajshtaj. Dhe më shiko sa bukur me këtë. Sa bukur të ajo rruga, të gjitha rrugët e bukura. Kjo ishte hyrja, paguam sa? 3 euro për person? Dhe tani është shumë nxehtë, me thënë drejtën, 28 gradë. Edhe këtu ishte përpjet. Tani do shikojmë pak ruinat. Dhe mendoj që kemi prapë nevojë për një ujë në restorant atje sipër. Ta shikojmë se si do duket pamja aty e lumit, besoj që do duket çdo gjë shumë bukur. Kjo është hyrja. Nuk e di tani nëse janë gurët origjinal apo por duken goxha të ngrëna. Sa po erdhi princesha që do jetoj në shtjell. Okay? Die verteidigen kannst. Shiko zemën sa bukur është ndërtuar këtu në shkëmbë natyror. Shumë nice. Është edhe sheshi I Kalas. Kanë ngelur shumë pak rënoja, jo diçka tamam për ta vizituar. Besoj që këtu është restoranti dhe ajo ndërtesa I përket restorantit. Gjithsesi e imagjinoj shumë bukur se si njerëzit tu kanë jetuar, kanë shijuar këtë pamjen dhe është vërtet një pamje fantastike pas meje. Do shta ka qenë ndonjë burg këtu. Eine Lagerraum. Një dhomë ku janë mbajtur këto mbasa ushqimet e dimrit të verës dhe ky duhet jetë guri origjinal. Nga soll do original sein, oder Schatz? Edhe kështu është dukur pra tër kalaja, shtjella. Shumë e bukur. Tani kemi ardhur në një dyqan që bën vera, që I thonë vinotek. Edhe zgjodhem një verë, këtu, që normale për Shtefani. Por duke qenë se jemi në një vend kaq të bukur, pse mos të marrim një verë, sepse ky vend është shuar për këtë gjë. Shikoni sa bukur ajo pjesa e murit aty. Original, shikoj.
Edhe e kanë lënë të pasuvatuar, pëlqen shumë. Tani, verën e blevëm dhe është koha për të ikur drejt Trierit, sepse atje kemi për të bler diçka, po edhe do ham drekën atje sot. Po ecim anas Lumit, që është vërtet shumë bukur dhe po ikim me përshtypjet më të mira nga Beilstein, shumë i lezetshëm. Të gjithë ju që jetoni afër, nuk është se do ju thoja ju që jetoni për shembull në Hamburg të vini vetëm për këtë qytet, po po Rheinland-Pfalz, këtu ku jetojmë ne në Trier, ka qytete shumë të bukura. Dhe ky këtu është një prej vendeve më të lezetshme që unë po e shikoj për herë të parë. Për herë të dytë, për herë të parë e pam në dimër, po nuk ishte njerëz. Shiko sa bukur. Kështu që nisemi drejt Trierit. A ju besoj që është e njëjta ditë? Shikoni veshjen time, ja. Pas një ore, u bë moti kështu. Mirë se vini në Gjermani. Si që thash, ndalesa tjetër është e ky supermarketi për, po e quaj për mobilje, për gjëra dekori për shtëpinë, që quhet Poco, dhe do shkojmë të shikojmë për xhelozi, pra për atë pjesën e dritareve, sepse tani që këtu në Gjermani fillon dita shumë herët, në orën 6 e kemi shumë dritë në dhomë edhe nuk flim dot. Të më një e sa në fërkët. Ndalesa e radhës është tek L'Osteria, që është një restorant shumë normal që bën gjëra italiane, kuzhinë italiane. Stefani është shumë e sigurt që do marri pizza me sallam, me prosciutto, me ullinj, me speca dhe me qep, kurse unë do marr sallatë. Gati! Shiko sa të madhe ka pizzën! Nuk e kuptoj si ka këtë trup me këto gjëra që ha. Cili është sekreti jot? Kurse unë ja. Kam ngelur me sallatë dhe me domatë. Edhe prap barku im. Të bëftë mirë. Sa paritëm në shtëpi, po pres Stefanin, u lodha duke ngjitur çantat, ka që kam forcën tani. Stefani është diku, po bën muhabet me komshinët. Ndërsa unë nënqita se ishe shumë e lodhër, edhe doja që ta kisha mbas meje pjesën e ngjitjes. Dita ishte shumë aktive sot, kështu që të shtrihem tani, të lyj pak baku me vaj. Shikojmë të një film dhe mbase vendosim relatat edhe sot. Nuk e di. Këto ishin rodatat që kishim dhe janë shumë, kalon tër dielli brenda, është kot fare. Edhe këto janë ato të rejat. Das muss nicht fest sein. Okay. Das zieht sich ja mit dem Dingens. Ja, dhe Luk do që të ndihmoj. Hama. Të dy janë shumë të interesuar për të luajtur. Zalish,
Ja si duket. Ndryshimi nga kjo këtu, që këtu hyn të komplet drita dhe aty në televizor që e shikojmë. Shikoni këtej nga ana këtej është e vjetra, duket komplet drita dhe aty është e zezë. Duket shumë mirë. Por është pak më e vogël se dritarja. Di që mua nuk më shqetëson, me thënë drejtë. Atëherë, unë po e mbyll videon për sot, sepse edhe do më duhet ta editoj. Gjendja është kjo, e vendosëm njërën dhe e pam që është pak më e vogël, kështu që do shkoj të hënën, se nesër është e diell, do shkoj të hënën prapë të dyqani, do kthej atë tjetrën, se këtë nuk e kthejmë dot më. Edhe do marr një 5 cm më të gjerë, që t'jetë pak më e madhe. Ndërkohë këto që ishin të dukshme, që shikoni, jo, to atje, do t'i vendosim nga kuzhina, sepse për shembull kur ham këtu në tavolinë, se kemi këto mjetet e punës, bie dielli dhe na verbon, kështu që një e vendosëm, siç e shikoni, shikoni, një e kemi vendosur dhe do marrim dhe tjetrën nga do marrëndënjes dhe do ta vendosim këtu. Përsa i përket grillave që morëm për dhomën e gjumit, ato janë fix perfekte në përmasa. Edhe do t'i vendosim një sot, jemi të lodhur, ndoshta një ditë tjetër. Kurse këto si do përfundojnë, do t'jam t'rregoj pra kur të kemi marrë ato që janë pak më të mëdha. Tani do qetësohemi, unë jam ndruar. Do ham ndonjë frut, ndonjë snacks, edhe kjo është videoja për sot. Shpresoj ju ka pëlqyer, ne u kënaqëm, i bërëm ato qefet tona që deshëm te qyteti Vallsteinit, që ishte shumë i bukur. Shkuam hëngrëm, blevëm grillat dhe pse jo perfekt, sepse na duhet një më e madhe. Gjithsesi unë sot jam shumë mirë, nuk më dhe barku, e kam lyer dhe barku me vaj, dhe tani jemi për një mbrëmje chill. Ciao, edhe shihemi në videon tjetër, bye bye!